Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se erdhët, po na afron edhe festa e Kurban Bayramit dhe kërkesat më të mëdha si gjithmonë kur arrin këto festa është që të përgatisim baklava. Sot do të përgatisim një baklava pak më ndryshe se sa nga ajo tradicionalja. Unë do t'i jap një formë tjetër, por ju lirisht recetën e njëjtë mund ta bëni edhe në formën tradicionale të baklavas. Pa humbur kohë, vazhdojmë që ta përgatisim brumin. Fillimisht do ju kërkoj ndjes pak për zërin gjatë prezantimit të kësaj recete, sepse jam pak e sëmur. Vazhdojmë që ta përgatisim brumin. Në një enë më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 2 vezë, por siguroni që vezët t'i keni në ambient të dhome, gjithmonë kur përgatisni baklava. Vazhdojmë që ta shtojmë qumshtin. Sasia e qumshtit që na nevojitet për këtë recetë është 1 gotë çaji, 120 ml. Njëjtë edhe qumshti është në ambient dhome. Në brumin e kësaj baklavaje do të shtojmë edhe kos, por kosin do ta masim me lugë gjelle. Në total do të shtojmë 2 lugë gjelle me kos. Shtojmë lugën e parë, vazhdojmë e shtojmë tani vajin dhe vaj do të përdorim 50 ml, pak më pak se gjysa e gotës së çajit. Tani te brumi i kësaj baklavaje do të shtojmë edhe 1 lugë të vogël ose 1 lugë çaji me uthull. Unë po përdor uthull të thjesht për sallata, por mund përdorni edhe uthull molle, nuk do ta ndjeni fare aromën e uthullës në recetë. Gjithashtu shtojmë edhe 1 lugë të mesme me pluhur për pjekje, nga të cilat përgatisim ëmbëlsira pra fryrës. Tani i përzijejmë dhe sigurohemi që të gjithë përbërësit që kemi shtuar brenda te brumi i baklavës të lidhen dhe të bëhen bashkë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin. Miell do të kemi nevojë dikon preferuesisht nga 500 deri në 600-650 gram miell, por ju lutem bëni kujdes me miellin, sepse masat e miellit gjithmonë ndryshojnë dhe asnjëherë nuk janë fikse. Miellin e shtojmë pak nga pak, duke e kontrolluar, duke e ngjeshur dhe duke shtuar miell. Dhe tani vazhdojmë që ta ngjeshim dhe ta punojmë mirë brumin e baklavas. Brumi i baklavas duhet që të ngjeshet mirë, të punohet mirë. Sa më gjatë e ngjeshni, aq më elastik bëhet brumi dhe aq më e mirë del baklava. Unë kam përdor vezë fshati bio, andaj edhe ngjyra e brumit është pak më e verdhë. Miellin, ju lutem shtone pak nga pak. Brumi i baklavas është gati, e kam ngjeshur mirë për disa minuta, derisa është bërë një brum i mirë dhe i lëmuar. Mua në total më deshen 630 gram për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Dhe tani, si në çdo baklava, edhe në recetën e kësaj baklavaje, duhet që të presim brumin. Sa më gjatë pushon brumi, aq më mirë do të lëshon, aq më mirë do të hapen petët dhe aq më lehtë do ta përgatisim baklavan. Unë do ta lë të pushoj në ambient dhome, dikon praktësisht 30 minuta dhe pastaj do të vazhdojmë që ta punojmë. Dhe tani, pas 30 minutave që brumi ka pushuar, vazhdojmë që ta punojmë baklavën. Brumi është mjaftueshëm i butë, po e shihni se ka lshuar. Vazhdojmë që ta ndajmë tani në kuleç më të vegjël. Në total, nga ky brum do të largojmë 10 pjesë më të vogla, por fillimisht do ta ndajmë 2 pjesë dhe nga secila do të largojmë 5 copë. Do të mundohemi të bëjmë barabarta. Pasi e ndajmë brumin në 10 pjesë, vazhdojmë tani që me dorë t'i lëmojmë pak dhe të sigurohemi që të gjitha kemi bërë të barabartë dhe i largojmë anësh. Pasi i hapim gjitha kuleçt dhe i lëmojmë mirë, vazhdojmë tani që t'i zhysim në një shiste dhe të vazhdojmë me hapjen e petëve. Pra do të vazhdojmë t'i hapim një herë pak, jo shumë. I hapim në këtë matësi, pra në matësi të një pjateje për ëmbëlsira.
dhe i vështojmë edhe pak një shiste dhe largojmë anësh. Vazhdojmë kështu, i përgatisim 5 petë dhe i rendisim njëra mbi tjetrën. Vendosim petën e tretë, mos harroni të shtoni një shiste. E vendosim edhe petën e pestë. I shtrojmë një shiste dhe e largojmë anësh që të pushojë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i përgatisim edhe 5 kuleç të tjera. Pasi i përgatisim kështu në të njëjtën mënyrë, në të dy anët nga 2 petë të hapura, petat e dyta, pra këto të fundit, lejojmë tani që të pushojnë dhe i marrim petat e para. Petat gjithmonë i mbajmë mbuluar me naylon foli që mos vendosin kore. Tani e largojmë nga këtë naylonin dhe i mbulojmë këto tjerat. Vazhdojmë tani që t'i hapim që të 5 petat me një herë për t'i bërë ato që t'i palosim edhe një herë. Pra kjo baklava do të paloset edhe një herë. Dhe më e mira e kësaj baklave është se është ideale për fillestarët, sepse nuk na duhet fare shkopi i hollë. E gjithë puna e kësaj baklave bëhet me këtë shkopin e trash. Dhe nuk duhet t'jeni ekspert i hapjes së petës së baklavave për ta përgatitur këtë recetë. Pasi e hapim në këtë madhësi, vazhdojmë tani që ta prejmë, sikur kur përgatisim pite me kuleç, në këtë mënyrë. Dhe vazhdojmë tani i palosim. Pra kjo baklava do të na vije 2 herë e holluar dhe do të qelet flet pastaj. Tani më nuk do të shtojmë një shiste, sepse kemi shtuar mjaftueshëm, dhe nëse shtojmë edhe pak tani këtu nuk do të na ngjiten petët. Vetëm vazhdojmë dhe i palojmë. Pasi e palosim në këtë mënyrë, e largojmë anësh dhe vazhdojmë e përgatitim në të njëjtën mënyrë edhe pjesën tjetër të brumit. Në të njëjtën mënyrë e kemi punuar edhe pjesën tjetër të brumit. Lejojmë që të pushojnë tani dikon 10 minuta dhe pastaj vazhdojmë që t'i hapim dhe t'ja japim formën finale. Tani që ka pushuar brumi edhe një herë, marrim përsëri petën e parë dhe tani vazhdojmë që ta hapim edhe një herë. Mu më vjen më lehtë të hap me këtë shkopin e hollë, sepse jam mësuar në dorë. Por ju lirisht mund vazhdoni dhe të hapni edhe me shkopin e trash. Vazhdojmë dhe e hapim kështu derisa të formojmë një petë të madhe. Dhe tani vazhdojmë me mbushim. Unë sot do t'i mbush me 2 përbërës. Në njërën pjesë të brumit do të shtoj fëstek të bluar, në njërën pjesë të brumit do të shtoj ara të bluara. Ju mund të ashtoni mbushjen që juve ju pëlqen më së shumti. I shtojmë arat mbi tërë sipërfaqen e pitës. Ara mund shtoni sipas dëshirës së juaj, aq sa keni dëshirë ju që t'jetë peta e mbushur me ara, por shtypni pak kështu me duar. Pasi i shtojmë arat, tani vazhdojmë që ta rrotullojmë brumin dhe duke mbështjellur mirë dhe fort në formë roleje deri në fund. Vazhdojmë tani që të ndajmë 5 pjesë të barabarta. Dhe këtë pjesën e fundit këtu do ta largojmë. Tani brumin e zgjasim me duar dhe e rrotullojmë kështu në 2 pjesë të barabarta. Largojmë këtë pjesë. Si palosim në këtë mënyrë, me ndihmën e thikës, hapim mesin dhe i rrotullojmë kështu.
Dhe kështu duken, pasi i kemi renditur të gjitha pjesët e baklavas në tepsi. Unë bëra pak më pak, por ju lirisht mund që ta të fishoni të gjithë masën që unë e paraqita gjatë pregaditjes të kësaj recite. Dhe tani është momenti kur duhet që si për baklavas ta shtojmë gjalpin. Në total do të përdor dikon 150 gram gjalp të shkrirë, por nga gjalpi largone tërë dhalltin të do ta bëj këtu sipër, sepse do të digjet pastaj gjatë pjekjes tek petat e baklavas. Tepsin nuk e kam lyer fare me gjalp. Tepsia do të lyhet me gjalp tani, kur do të shtojmë sipër baklavas. Dhe tani vazhdojmë që baklavan ta pjekim. Në furrë të parangrohur, në 180 gradë, do ta pjekim dikon parafërsisht 30 deri në 40 minuta, sepse ka shumë pletë dhe duhet sigurohemi që të gjitha do të pjeken. Ndërkohë që baklava pjeket, ne vazhdojmë të bëjmë gati shërbetin. Për këtë tepsi mesatare, do të kemi nevojë për 800 gram sheqer. Ndërsa masa e ujit është 800 ml, pra atë sa shtojmë sheqer, atë shtojmë edhe ujë, sepse është sherbet baklavaje. E përzijem mirë që sheqeri të tretet te uji përpara se ta vendosim në zjarr që të zijej sherbeti. Dhe tani vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar, presim derisa shërbeti të merr val. Nga momenti që shërbeti fillon të vlan, në temperaturë mesatare e zijejmë fiks për 10 minuta. Dhe të dashur miq, baklava është gati, është pjekur, po ashtu edhe shërbeti është zier dhe është mjaftueshëm i trash. Shërbeti është i vakët, po ashtu edhe baklava është e vakët. Dhe në këtë recetë vazhdojmë që t'i shtojmë shërbetin e vakët sipër baklavas së vakët. Një baklava të jetë e lehtë, e shpejtë për të gatuar, e bukur për syren, por edhe e shijshme.